Në vijim të fushatës zgjedhore, kandidati socialist për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj ka zhvilluar një takim me intelektual, mjek dhe arsimtar të shoqatës Selenica, Emblema Jon. Takimi u mbajt në një formë mbështetje dhe vlerësimi për figurën e Sinajt, e njohur për kontributin e tij në jetën publike, por dhe në ato humanitare. Pjesëmarrësit shprehën besimin e tyre në aftësitë dhe integritetin e kandidatit, duke konsideruar atë një zë të rëndësishëm për Selenicën dhe zonat përreth. Vet kandidati Sinaj në fjalën e tij theksoi vendosmërinë për të çuar përpara çdo iniciativë deri në fund, ashtu siç ka bërë me sukses në botën e biznesit. Unë vi nga një edukat ushtarake, kam mbaruar shkollën e mesme industriale këtu në Vlorë, se kam të bëj këtu me mësues dhe mjek. Kam mbaruar me 9.2 industriale në Vlorë. Më qenë nxënës i mirë. Dhe në shkollë bashkuar e kam dalë me mesatare më të lartë se sa shkolla e mesme, kam mbaruar me 9.7 shkollën e bashkuar. Më thuhet që në Shqipëri nuk bën dot bashkë 2 ortak, unë kam 20. Edhe kjo ka ardhur dhe si rezultati marrëdhënieve edhe politikave të biznesit që kam themeluar në atë kompani. Kam bërë dhe një gjë tjetër në kompani. Kam siguruar të gjithë punonjësit e kompanisë që kanë 6 muaj punë eksperiencë në kompani dhe lart, me një siguracion privat. Veç sigurimeve të shtetit, unë paguaj një siguracion privat për punonjësit që të kenë mundësi që në një rast sëmundje të shkojnë në një spital privat dhe kompania ju mbulon rreth 20.000 euro pagesë për spitalin privat. Të gjithë punëtorët e kompanisë kanë të drejtë të bëjnë një check-up falas në spitalet private një në vit. Politikës i kam sjellë një model tjetër. Modelin e një njeriu që di të bëj punë. Vullnet Sinaj tha se do të vijojë takimet me qytetarë dhe grupet e interesit në të gjitha zonat e qarkut, duke theksuar se angazhimi i tij do të mbështetet gjithmonë te dialogu, bashkëpunimi dhe përfaqësimi dinjitoz i nevojave të komunitetit në kuvend.